Jemi pas ndeshjes Vora Farka, finalja e fituar nga Vora 2-1. Shkurt Plum Hasrama, koordinatori i skuadrës Vorës me federatën. E pamundur pa Plum Hasramën të fitohesh kjo kupë. Zoti Hasrama 2 fjalë. Në rrallë parë sukses e ekipit. E sinqert kjo fjala ime, sinqerisht domethënë. Shumë vet nuk e kanë idenë, po pa Plum Hasramën po e them kështu. Nuk e duk në asnjë vend. Suksesi është i tillë, nuk është komplet si ekip, si staf, me bashki. Në rrallë parë që mbështetja e kryetar bashkisë Ilir Ismaili, që i dhe Lihov për ecjen e ekipit Vora. Mendojmë si që arrit në këtë objektiv, në kategori 2 t'japim jo më të bukur. Kemi shumë oreks. Qershia mbitor të mbylli me të dërguarin e bashkisë Qershia mbitor, po? Atëherë desha ta falenderoj edhe një herë për zemërsisht skuadrën e Vorës. Bëri një ndeshje të madhe, fitoria 2-1 ishte tamam një shpërblim i asaj pune të jashtëzakonshme që ekipi i Vorës bëri gjatë 4 muajve. Dhe më në fund u realizua ajo që pritej, u realizua suksesi i madh, marrja e kupës së këtij kampionati, që ishte një kampionat mjaft i fortë, mjaft i rëndësishëm, dhe që përpara skuadrës së Vorës vendos objektiva të reja. Këtu vlen të përmend edhe një herë punën e palodhur të ekipit, punën e palodhur të trajnerit, shpirtin luftarak të gjithë skuadrës e tjerë. Unë nuk më dëp të përmendur atë ideatorin dhe atë që bëri të mundur krijimin e ekipit të Vorës. Ishte një ndër premtimet kryesore të kryetarit bashkisë dhe ai i quajti si ambasadorët e qytetit tonë. Dhe tashmë ata e meritojnë plotësisht të titull. Fitoria e kupës na vendos para objektivave shumë të rëndësishëm. Kategoria e dytë nuk është kaq e lehtë, kategoria e dytë do akoma më shumë punë, do akoma më shumë përpjekje. Por unë mendoj se me suportin e madh që do krijojë bashkia e Vorës, për sa i përket organizimit, anës financiare, ndërtimit stadiumit, inaugurimit fushës futbollit, që ishin premtimet e kryetarit të bashkisë, mendoj se ne do të arrijmë çdo objektiv që na del përpara. Edhe një herë faleminderit ekipit. Duke i uruar bashkinë Juve, skuadrën e mbyllim Vora 2 Farka 1, jemi kampion.